Edhe njerë përshëndetve gjithve që keni ardhur sot këtu. Para se të fillojmë këndëmbrojtjen e madhe, në emrin tim dhe të Mirjetës dua t'ju falenderoj keve nga zemra që keni ardhur të festoni bashkë me ne. Një falenderim i veçantë shkon për të gjithë ata që kanë bërë rrugë nga Kurbeti dhe kanë lidhur pushimet e tyre vetëm që të jenë prezent sonte këtu me ne. Ju jemi shumë mirënjohës. Ein ganz besonderer Dank geht auch an meiner Mannschaft, den SC Otmar. Leute, die heute extra den Weg auf sich genommen haben, um an unserem großen Tag dabei zu sein. Das bedeutet mir unglaublich viel. Vielen Dank auch an unseren Freund Michael, sowie Patrick und seiner Frau Franzi. Die nun schon zum zweiten Mal hier sind, dieses Mal sogar nur für unsere Hochzeit. Wir wissen euer Einsatz und eure Freundschaft sehr zu schätzen. Kjo ditë për ne është dita më e bukur e jetës sonë, sepse po e kurorëzojmë dashurinë tonë me një dasëm. Duke ndarë këtë gëzim me të gjithë ju, familjarët, miq e dashamirë tonë. Megjithatë, sot nuk mund t'i harrojmë as ata që nuk janë më fizikisht me ne, por i kemi gjithmonë në zemrat tona. Një prej tyre dua të përmend me emër sepse ka qenë njeriu që më ka mbështetur gjithmonë në rrugtimet dhe vendimet e mia. Një miq që çdo nip do ta dëshironte ta kishte, bocën tonë të dashur sa që vajdini. Kështu që të gjithë kujtimet e mira t'i ruajmë e t'i mbushëm edhe me më të mira, duke filluar nga ju që sonte do të mandizni dasmën me gëzim, me vallëzim e inshallah me are, e unë ta kujtoj vërtet si dita më e mirë e jetës sime. Kështu që tekst nuk ka ma shumë, po spontanisht po them që edhe njerë faleminderit edhe ju kisha lut sonte me koll ketë veç për mua. Me bo për një me këtë ditë pa harrushme.